Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si çdo të enjte do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori nga Reddit. Nëse jeni të apasionuar pas këtyre lloj historive, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi video të reja. Kështu që, pa më bërë kohë, le të fillojmë me videon e sotme. Kjo histori fillon në një qytet të vogël ku pothuajse të gjithë njihen me njëri tjetrin. Ishte një vend me rrugë të ngushta, me ndërtesa të vjetra, duke qenë sikur një vend që koha kishte ndaluar. Mark në atë periudhë ishte një djalosh 30 vjeçar i cili sapo kishte bler apartamentin e tij të ri. Gjatë gjithë kësaj periudhe, Mark kishte udhëtuar nga një qytet në tjetrin për arsye pune dhe tashmë donte një vend të qetë që të qëndronte për një kohë të gjatë. Kur e pa ndërtesën për herë të parë, mendoi që kishte gjetur vendin perfekt. Okej, ndërtesa ishte e vjetër, mund të them 100 vjeçare, por muret ishin të trasha, dritaret ishin prej druri dhe kishte korridore të përbashkëta dhe vinte një lloj ere lagështie e përzier me erën e bojës. Çuditërisht, qiraja e atij apartamenti ishte goxha e lirë, duke përmendur që përmasat e atij apartamenti ishin të mëdha. Pronarja e atij apartamenti ishte një burr i moshuar me sy të lodhur ku i dha çelësat Markut dhe i tha vetëm diçka. Dëgjoj djali dashur, meqense apartamenti është i vjetër, her pas here mund të dëgjohen zhurma nga muret. Dhe pas kësaj u largua. Mark nuk se mendoi shumë për këtë, pasi në përgjithësi nëpër ndërtesat e vjetra gjithmonë ka këto lloj problemesh, pra tubacione, druri që kërcet ose fshinje që lëvizin mobile, gjithmonë ka zhurmë. Ditët e para, Mark i kaloi jashtëzakonisht shumë mirë, zgjohej në mëngjes, shkonte në punë, pasi kthehej nga puna, vinte në shtëpi ku çlodhej në divanin e tij, ndonjëherë duke parë filma, ndonjëherë duke lozur lojra në kompjuter, shpeshherë gatuante, ndonjëherë porosiste ushqime dhe nga jashtë. Pra mund të them që ditët e para shkonin jashtëzakonisht shumë mirë. Por me kalimin e ditëve, filluan që të ndodhin gjëra që nuk se kishin shumë kuptim. Një natë, ndërsa po lante dhëmbët, dëgjoi një trokitje që vinte nga muri. Për disa sekonda, ai heshti dhe vetëm dëgjoi. Por sekondat kaluan dhe asgjë, qetësi totale. Mark mendoi që ndoshta është një fëmijë i tij që po tërkiste, ndoshta është një fëmijë i tij që po lëvizte mobiljet, por problemi ishte se muri nga vinte trokitja, pra nga vinte zhurma, ishte muri i jashtëm i ndërtesës. Pra një farë mënyre, nga ana tjetër e murit nuk kishte asnjë apartament tjetër, kështu që ishte paksa e pamundur që të vinin trokitje nga ai mur. Kështu që Mark i futi një mendje të lehtë, pra dhe ngriti supet dhe u kthye në dhomën e tij. Por pas asaj nate, zhurmat filluan që të ndodhin më shpesh. Një natë, zhurma ishte më e qartë se kurrë. 3 trokitje, pastaj heshti, pastaj përsëri 3 trokitje. Ishte sikur dikush po përpiqej të komunikonte. Mark filloi të qeshte sepse ideja i dukej absurde, por më pas bëri diçka akoma dhe më absurde. U afrua tek muri dhe trokiti plot 3 herë. Pas disa sekondash, qetësi totale, por më pas 2 trokitje erdhen nga muri. Në atë moment, Mark ngriu në vend. Ngriu në vend sepse e kuptoi që ajo gjë nuk ishte një problem i tubacioneve, nuk ishte një problem i pallatit, por dikush nga ana tjetër e murit po përgjigjej. Ai u largua menjëherë nga muri dhe shkoi që të shtrihej në krevatin e tij. Por atë natë fjeti jashtëzakonisht shumë pak. Të nesërmen vendosi që të shikojë më afër muri. Në një cep të dhomës së ndënjes, vuri re diçka që nuk e kishte parë më parë. Muri dukej pak më i hollë dhe kishte një vijë shumë të zbetë në bojë, pothuajse e padukshme. Trokiti mbi atë pjesë. Zhurma ishte bosh, jo si në mur normal, si një hapësirë e fshehtë. Kureshtja filloi që të bëhej më e fortë se frika. Ai mori një kaçavit dhe filloi që ta shtynte lehtë në atë vijë. Në një moment ajo pjesë e murit lëvizi. Marku u step dhe në atë moment paneli u hap dhe nga ana tjetër e panelit u zbulua një hapësirë e ngushtë, një korridor i errët që të çonte brenda strukturës së ndërtesës. Ajri që doli nga brenda ishte i ftohtë dhe kishte një erë shumë të keqe si pluhur dhe beton i lagësh. Mark ndezi dritën e telefonit për të parë akoma dhe më mirë. Por korridori ishte aq i ngushtë saqë një person me zi kalonte aty. Por gjëja tjetër që pa e bëri që t'i ngri gjaku në vend. Poshtë në dysheme kishte gjurmë këpucësh të vjetra në pluhur, pra një farë mënyre kishte gjurmë të shenjave të këpucësh dhe ato gjurmë ishin të freskëta, pra dukeshte sikur
para disa kohësh, para disa orësh, një person kishte qenë aty. Dhe menjëherë pas kësaj, Marku mbylli panelin sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Atë natë, Mark nuk mund të flinte, sepse sa herë që mbyllte syt, i kujtoheshte ai korridor i ngushtë i errët. Rreth orës 2 të mëngjesit filloi që të dëgjonte përsëri zhurma, por këtë herë nuk ishin trokitje, ishin hapa të ngadaltë që vinin nga ana tjetër e murit, pra që vinin nga brenda murit. Mark u ngrit menjëherë nga shtrati i tij dhe qëndroi i palëvizur përballë panelit. Dhe menjëherë kur ishte tek paneli, nga ana tjetër e murit dëgjoi 3 trokitje. Mark në atë moment as nuk lëvizi, as nuk mori frymë, por ishte i sigurt sepse nga ana tjetër e panelit ndjente një frymarrje, ndjente hapa që lëviznin, ndjente sikur dikush tjetër ishte nga ana tjetër. Por vetëm pas disa minutash, gjithçka u kthy në qetësi totale. Të nesërmen, ai vendosi që të bënte diçka tjetër. Bleu një kamerë të vogël sigurie dhe vendosi përballë panelit të fshehtë. Nuk i tha askujt, thjesht donte të dinte nëse dikush po hynte në apartamentin e tij. Natën e parë, kamera regjistroi për plot tetor. Kur Marku e kontrolloi video në mëngjes, në fillim nuk ndodhi asgjë. Apartamenti ishte i qetë. Orët po kalonin dhe më pas, rreth orës 3:14 të mëngjesit, paneli filloi të lëvizte shumë ngadalë. Mark ndjeu një të ftohtë që t'i përshkonte trupin ndërsa po shikonte ekranin e telefonit. Paneli u hap disa centimetra, më pas u hap akoma më shumë. Nga ana tjetër e panelit doli një burr i cili ishte jashtëzakonisht i dobët, me rroba shumë të errta dhe me flokë të çrregullt. Ai filloi që të shikonte rreth e rrotull në apartament, u afrua tek frigoriferi, hapi frigoriferin, piu ujë nga shishja dhe mbi të gjitha mori diçka për të ngrënë. Dhe çdo lëvizje që bënte ky person brenda në apartament, dukeshte sikur e kishte bërë dhe herë të tjera. Por gjë më e çuditshme ndodh tani. Ai qëndroi në mes të dhomës për disa minuta dhe po shikonte drejt e në kamerën e sigurisë që kishte vendosur Mark, por nuk dukeshte as pak i friksuar. Mbi të gjitha, buzëqeshi. Ishte një buzëqeshi e ngadaltë dhe e çuditshme. Më pas u kthye, hyri përsëri në korridor dhe u drejtua drejt panelit. Kur burri u largua, Mark telefonoi menjëherë policinë. Policia erdhi po atë ditë dhe kontrolloi gjithë ndërtesën. Pas disa orësh kërkimi, zbuluan diçka që askush nga banorët nuk e dinte. Ndërtesa kishte një rrjet të vjetër korridoresh të fshehta brenda mureve. Ato ishin ndërtuar dekada më parë për mirëmbajtjen e tubacioneve dhe kabllove. Disa prej tyre lidhin shumë apartamente. Burri kishte jetuar atje për muaj e muaj të tërë, ndoshta edhe më gjatë. Ai hynte në apartamente gjatë natës për të marrë ushqim, ujë dhe ndonjëherë rroba. Dhe shumica e njerëzve nuk i kishin vënë re asnjëherë. Pjesa më e frikshme është momenti kur policia kontrollon korridorin pas murit që vinte zhurma në shtëpinë e Mark dhe pikërisht në atë mur gjetën një fjali të gdhendur me gërma të mëdha dhe shkruheshte pikërisht: ishte i vetmi që më dëgjoi të trokisja. Por historia nuk mbaron këtu. Disa ditë më vonë, kur Mark po paketonte të gjitha gjërat për t'u larguar nga ai apartament, dëgjoi një zhurmë që vinte përsëri nga ana tjetër e murit. Por këtë herë, zhurma, pra muri nga ana tjetër, nuk kishte bosh. Ishin plot 3 trokitje. Menjëherë, sa po dëgjoi këtë zhurmë, mori qelsa dhe u largua menjëherë për mos u kthyer më aty. Ditën tjetër, me ndihmën e një shoku të tij, ai u transferua në një qytet tjetër për të harruar gjithçka, sepse donte të linte gjithçka pas krave. Ai u përpoq që të harronte gjithçka që kishte ndodhur dhe mbi gjitha u mundua që t'i jepte vetes një shpjegim logjik. Pra i thoshte vetes që ishte një ndërtesë vjetër, kishte korridore të fshehura sekrete, në ato korridore jetonte një person i pastre, një person që nuk ishte për të ngrënë, një person që nuk ishte për të pirë, pra nuk kishte asgjë paranormale, ishte diçka e çuditshme, por mbi gjitha ishte reale. Pas rreth 6 muajsh, një mbrëmje, Mark ishte ulur në divan në apartamentin e tij të ri. Po shikonte një film dhe jashtë binte shi. Në tavolinë ishte laptopi i tij hapur. Papritur ekrani u ndes. Një njoftim nga kamera e vjetër e sigurisë. Ishte e pamundur, kamera kishte mbetur akoma në apartamentin e tij të vjetër, por bateria tashmë duhet i kishte mbaruar me kohë.
por pse njoftimi ishte akoma aty? Mark pati një ndjesi shumë të keqe në stomak. Fillimisht hezitoi që të hapte videon, më pas vendosi dhe pa. Dhe pikërisht kur hapi videon, ishte pikërisht apartamenti i tij i vjetër, ishin muret e zbrasta, ishte komplet shtëpia e zbrazët. Dhe pikërisht ora në video tregonte 3:14 minuta të mëngjesit. Fillimisht nuk ndodhi asgjë, dhe më pas si kaluan disa sekonda, paneli që ndodheshte në apartamentin e tij të vjetër filloi që të hapej dal nga dal, filloi që të hapej jashtëzakonisht shumë avash. Por këtë herë askush nuk doli nga paneli dhe kamera filloi që të regjistronte hapësirën e errët brenda murit. Ndërsa minutat po kalonin, në atë moment shfaqet në kamera një dorë. Ishte një dorë e gjatë, ishte një dorë e hollë, dhe nuk ngjante me dorën e atij burrit që kishte parë në kamera. Ishte një dorë e pazakontë, ishte një dorë jashtëzakonisht e hollë, jashtëzakonisht e gjatë, me gishta të pazakontë. Dhe pikërisht, gishti tregues i asaj dore u drejtua drejt kamerës, dhe në atë moment laptopi i Markut u fik menjëherë dhe e gjithë dhoma ku ndodheshte Marku e pushtoi një qetësi totale. Ai qëndroi i ulur pa lëvizur dhe pikërisht pas disa sekondash nga muri pas divanit të tij të ri dëgjoi një tërkitje të lehtë.